integracioni i demokracisë. Ku njerëzit, jo prej sufive, jo prej tarikateve, po për fat keq, prej të shoqëruarve selefi, dojnë me pasu një rrugë tjetër, jashtë rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe me këtë rrugë pastaj na arrit zbatimin e fesë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kurse Allahu qartë na ka thënë Kur'an, kjo rruga ime, Kur'ani dhe Suneti, lexim, besim, lexim, studim, praktikim. Ç'kjo libet prej neve? Kjo kërkohet prej neve. Dhe kushdo tjetër. Tash ka ndodhur kohën tonë bashkëkohore, ku kemi shumë prej thirrsave, të cilat mundohen që nëpërmjet zgjedhjeve parlamentare, nëpërmjet zgjedhjeve të presidentëve, nëpërmjet zgjedhjeve komunale, nëpërmjet futjes së sistemit të demokracisë dhe përgjigjes me ta, nëpërmjet ministrive dhe kështu me radhë, mundohen nëpërmjet kësaj rruge e cila është komplet rrugë tjetër. Nuk janë meselja e demokracisë dhe fitneve bashkohore, nuk janë këto rrugicat. Është komplet një rrugë tjetër është. Është komplet një rrugë komplet tjetër është. Është komplet një fe tjetër. E mundohen sot njerëz nëpërmjet kësaj rrugës tjetër, nga e cila rrugë na ka ndaluar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me arrit te rruga e Allahut subhanahu wa taala. Nuk arrihet.